Jemi në periudhën e virozave, të gripit, kështu që o ta shfrytëzojmë këtë moment për të folur me doktor Yllin për të marrë këshillat natyrale se si të sillemi ndaj një viroze apo ndaj një gripi, kur fillojnë simptomat e para, masat që duhet të marrim. Mund të themi që ky muaj dhjetor ka qenë i ngarkuar me viroza të shumta. Edhe fëmijë, edhe të rritur, edhe të moshuar preken ose janë prekur në mënyrë të vazhdueshme. Atëherë, duke ditë edhe faktin që njeriu do të kalojë rreth 12-13 seanca virozash gjatë vitit me përsëritje, duhet t'i kaloj apo mund t'i kaloj, mundet. Po këto të dimrit janë çik më kërcënuese si po mirë, se ka njerëz që nuk kalojnë asnjëherë viroza gjatë vitit. Po ata janë me rezistencë të lartë. Po është viroza dhe një shplarje e trupit, një pastrimi i trupit kur smuremi, pra duhet të smuremi ndonjëherë. Po na kapi viroza do të thotë që ose neve jemi infektuar nga dikush, ose kemi qëndruar për shembull, si thot populli, të pavëmendshëm, kam qëndruar pa te klif, thot ai, edhe janë ftohur dhe ndoshta mu ngjite edhe ky gripi, ose ky që ka patë rezistencën e ulur nuk ka ditur si të mbrohet në atë periudhën kur është piku i virozave. Atëre, në përgjithësi, çfarë mund të bëjmë? Më së shumti zgjidhjen e kemi aty te sirtari i kuzhinës, që do të thotë, erzat që ne përdorim. Gjinxheri, ajo qepa e kuqe, mjalti, le të flasim pastaj për bimët e tjera, ndoshta ekinacia, ndoshta zhumbrica, ndoshta kjo pulmonaria, ndoshta ai trëndafili i shkëmbit, por këto le të kalojnë në dorën e dytë. Dora e parë, për shembull, që neve i mbajmë në sirtarin e kuzhinës, që nga këto që unë përmenda, po mund të shtojmë edhe atë hudhrën, për shembull, që është një vrasës i fuqishëm i viruseve dhe i bakterieve. Hudhra, pra ka ato kriprat e squfrit që e bëjnë shumë luftarake këtë, por ka edhe këtë aliinën dhe alicinën, pra që janë tamam probiotik për të na ndihmuar për përballimin e kësaj situate. Me mjalt për shembull, me kosin si mund ta shoqërojmë? Ka dhe fëmijë, grup mosha të ndryshme, fëmijëve unë them kështu, mund t'ua maskojmë me pak kos. Po? Dhe kosi e maskon shumë mirë hudhrën. E shtypim e bëjmë si pelte kështu dhe ja japim. Ai nuk ndihen as aromë, nuk ndihen as djegje, as gjë. Kur shkon ajo në stomak, pastaj shton atë luftën e saj mbi viruset. Por kemi edhe një përzierje tjetër, për shembull, dhe kjo unë e kam provuar, është e mrekullueshme dhe funksionon pothuajse tek çdo individ. Nëse marrim për shembull një qep të kuqe, e cila i përmban këto aliinën, alicinën, kriprat e squfrit, por kjo përmban edhe këto antrakinonet dhe antocianidinat. Atëherë, plot me antioksidant, plot me probiotik, e gërshetojmë këtë ta grim së bashku, për shembull me gjinxher 100-120 gram, edhe ky është një antiviral i mrekullueshëm, dhe këto të dyja i bëjmë si pelte. I numërojmë sa lugë na dollin nga kjo masë, mund të na dalin 5, 6 ose 7, në varësi nga madhësia e qepës dhe gjinxherit sa kemi futur, dhe mbas kësaja shtojmë një lugë gjelle i amball të bluar, glikorizja, edhe kjo është e mrekullueshme, është e ëmbël, që e pëlqejnë edhe fëmijët, nuk është djegse dhe njëkohësisht kjo është edhe antivirusale. Pra i përzijejmë këto dhe ndërkohë shtojmë edhe mjalt 5-6 lugë gjelle. Mund të konsumojmë nga një lugë çaj për fëmijët, nga një lugë supe për të rriturit. Një forcim i imunitetit, një mëngjes, një në darkë.